Imagjino të ecësh në një pyll të dendur, larg çdo rruge, larg çdo njeriu. Ajri është i qetë, tepër i qetë. Papritur, mes pemëve, shfaqet diçka që nuk duhet të ishte aty. Një strukturë gjigande metalike, e ndryshkur, e fshehur thellë në tokë, pa shenja, pa histori, pa shpjegim. Por kur njëri prej tyre vendos të hyjë brenda, ai dëgjon diçka që i ngrin gjakun në vena. Nuk ishte era, nuk ishte jehon, ishte një zë njerëzor që vinte nga thellësia e tokës. Dhe ajo që kjo familje zbuloi më pas, nuk ishte thjesht një objekt i braktisur, ishte një sekret i errët, i mbyllur prej vitesh, që priste vetëm një gjë, të zbulohej. Ajo që kjo familje shëtitësish zbuloi gjatë udhëtimit të tyre në pyll, i habiti të gjithë. Të shohësh një strukturë kaq të madhe dhe të ndryshkur, të fshehur mes drurve, është diçka e çuditshme më vete, por ajo që pan brenda e bëri zbulimin edhe më të papritur. Aty, ata bën një zbulim që ndryshoi gjithçka. Para se të fillojmë, shtypni butonin like, sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe aktivizoni zilen e notifikimeve që të mos humbni asnjë histori të re. Bobby, Julia dhe djali i tyre 28 vjeçar, Kevini, po e pristin me padurim këtë pushim.